Ju njihni me zotin Rama prej dekadash, e keni njohur nga afër. Ai ju përmend shpesh, sidomos kohët e fundit, dhe shpesh herë me tone ironike dhe sulmuese. Pse mendoni se ai e bën këtë gjë? Po, tani, se e mendoj. Përgjithsisht ai e para ka një paftësi, siç ja njoft dhe më herët, për shkak të sindromit narcisizmit që ka një paftësi për të dëgjuar kritikën. Është më shumë një njeri që i do të tjerët jo si miq, të cilët edhe të kritikojnë edhe të ndihmojnë, por i do më shumë si pasqyrë që ku të shoh vetën e tij. Pra, me të cilët më shumë të i puqen ndoshta disa interesa dikur, apo disa mendime, por që nuk ka sidomos në pushtet, bëhen shumë të rrezikshëm pra këta narcisistët, sepse siç thuhet pushteti gjithmonë tregon dhe karakterin e vërtet të njeriut, dhe në këtë aspekt sepse e bën shpesh herë të la filtra që ka njeriu të mirësjelljes, pra se i duket vetja i fuqishëm dhe eliminon ato filtrat, edhe nxjerr arrogancën dhe veten e tij të vërtet kur ka pushtetin. Kështu që pushteti bashkë me smundjen e tija e kanë bërë që të mos dëgjoj asnjë kritik, por gjithmonë ti etiketoj kritikët si qenë që lehin, si kazan, si sorra, tash si sfundi ju keni dëgjuar besoj epitetet, dhe asnjëherë nuk hyn në lëndën e çështjes, në atë për çfarë diskutohet, të shpjegohet, është e vërtetë apo s'është e vërtetë, për shembull, që ky ka një projekt për pastrimit parave të pista në Shqipëri, që ka qenë njerëz qeverisë shqiptare janë takuar me këta, siç thot policia, dhe t'i japi llogari ore diti si kryeministër, ke informacion ti se, se kur i di policia spanjolle dhe policia franceze, si ka mundësi që nuk i di ka shiku këtu që kemi ne, apo policia shqiptare, se qa janë këta njerëz që po pastrojnë para, dhe ti je kryeministri që drejton, që merr informacione për ditë, ose duhet marrësh informacione për ditë, edhe nga ky shiku, edhe nga policia. Kështu që mendimi im është që ky e di shumë mirë që është brenda në këtë punë, dhe teknika më e mirë është sulmi, është mbrojtja. Teknika mbrojtja më e mirë është sulmi, sulmon, delegitimon njerëzit, se kjo i ka ecur, sepse ka edhe shumë njerëz të paguar që amplifikojnë këto që thot ky. Por tashmë është për një realitet të çuditshëm. Kështu e mendoj, domethënë unë ja kam thënë vërtetën që duhet hiki nga politika, duke e njohur dhe këtë smundjen qysh vitet 2000 sa u bë kryetar bashkies, se e pa që në vend që ndërtonte institucion, e personalizoi institucionin, e bëri si pron private bashkinë, siç ka bërë kryeministrinë si pron private, me njerëz të vetë, bën Shqipërinë e trajton, domethënë, dhe ky është një rrezik i madh edhe për të ardhmen e Shqipërisë, e të ardhmen e çdo institucioni. Ja kam thënë që duhet hikesh, se je i rrezikshëm edhe për politikën dhe për Shqipërinë, po edhe për veten tënde. Mirë, pa i ka hyrë kësaj rruge, nuk të riqet dot, tani duhet të mbrohet sepse ka përpara drejtësinë dhe akuza konkrete. E kështu që kjo është rruga e vetme, të mohosh, ti fak atyre që thonë që je godfather, siç tha tash në fund në Financial Times, apo jo? Dhe duhet të sjellin ata provat. Provat janë aty. Provat i shef çdo shqiptar, je di shumë mirë se botë shkosh të pyesësh se kush ka investuar këtu dhe ku i ka gjetur parat ai që ti i ke dhënë lejen, edhe del qartë se kush i ka ngritur këto gradaçelat që janë këtu dhe me çfarë parash. Atëherë ti që je kryeministër, çfarë përgjegjësi ke që i ke dhënë lejen, që i ke zgjedhur arkitektin këtij? Minimalisht përgjegjësi morale politike. Maksimalisht je i përfshirë në pastrim parash pista.